Kjo ceremoni përkujtimore, që është kthyer në një ritual të përvitshëm, sa herë që zhvillohet, mbyllet me një premtim solen. Dosja gjyqësore e krimit të cilësuar si vrasja e shekullit premtohet se do rihapet dhe do të gjykohet nga e para për t'u zbardhur përfundimisht e vërteta e mbrëmjes së 12 shtatorit 1998. Që me 12 shtator të vitit 98 u ekzekutur në këtë vend nga falangat terroriste të shtetit të asaj kohe. Azem Hajdari hyri në historinë e lirisë së shqiptarëve si një tribun i pashembull në një kohë kur kombi lëngonte ndën shtypjen më të egër. Azem Hajdari do të shndrohej me shpejtësi në flamurmbajtësin, në maratonomaku e demokracisë shqiptare. Azemi nuk është vrarë për arsye familjare, por është vrarë për arsye politike, dhe kjo i ngelet vetëm politikës që ta zgjedhin. Kanë qenë falangat e regjimit të vjetër komunist, cilët nuk pranuan dhe nuk u pajtuan për një kohë të gjatë me humbjen e pozitave dominuese mbi kombin shqiptar, ato që zgjatën dorën dhe u hakmorën ndaj Azem Hajdarit për atë që ai bëri në 90-të. Fillimisht kolegët dhe bashkëluftëtarët e Azemit premtuan se sapo të vinin në pushtet, do vendosnin në vend të drejtësinë, pavarësisht çmimit që duhej paguar. Vrasja e deputetit Hajdari mbanente mbi shpinë motivacionin zyrtar të vendosur nga Gjykata e Tiranës më datë 29 prill 2002. Trupi gjykues në vendimin përfundimtar deklaroi se nga tërësia e provave dhe rrethanave të ngjarjes del se krimi u realizua për motive të dobta takmarrjes. Prokuroria ka kualifikuar vrasjen sipas nenit 79C, duke lidhur me faktin e denoncimit që i ka bërë Azem Hajdari Fatmir Haklajt si vrasës në një mbledhje të parlamentit. Mbi bazën e këtij fakti, ajo ka përcaktuar motivet e vrasjes së deputetit për shkak të kësaj cilësie, për provat e marra në gjykim, rrethanat e zhvillimit të ngjarjeve, deri në momentin e realizimit të vrasjes së deputetit Azem Hajdari, vërtetojnë se vrasja është kryer për motive të dobta. 13 vite natyrisht janë shumë. Por ne që kemi njohur Azemin, neve që na mungon shumë prania e tij, për ne sigurisht janë shumë pak. Por sa më shumë kalojnë vitet, e kam thënë edhe herë tjetër, aq më shumë ne e vlerësojmë Azemin. Pra një njeri që ka demonstruar të jetë i lirë, edhe atëherë kur shumë njerëz ishin të kompleksuar. Por edhe pse kalojnë vitet, vështirë se gjendet një figurë paralele me Azem Hajdarin. Azemi e donte vendin, e donte flamurin shqiptar, dhe sakrifica e tij është një moment për të cilin të gjithë politikanë të ri, jo vetëm që do përkulen, por edhe ta shohin si modelin e njeriut të një politikani shumë të veçantë. Kjo ngjarje do të mbetet një ngjarje e zezë për demokracinë shqiptare, për shtetin shqiptar, për drejtsinë shqiptare, e cila sot e kësaj dite nuk ka arritur të japë një përgjigje të plotë asaj vrasje, përveç faktit që në këtë vrasje grupi prokurorëve tha që morën pjesë mbi 60 forca policie. Pavarësisht të betimeve dhe premtimeve të shumta të drejtuesve të Partisë Demokratike, se do t'i shkojnë deri në fund këtij krimi të pashembullt, ky vendim i Gjykatës së Tiranës, që ka marrë formën e prerë, vazhdon të mbetet motivi zyrtar i ekzekutimit të deputetit Hajdari.
Nuk ka mjaftuar as apeli përsëritur disa herë i bashkëshortes së deputetit Hajdari, e cila ka kërkuar që agjencitë ligjzbatuese të rihetojnë sërish vrasjen e shekullit. Mundësitë për një hetim të ri të çështjes janë në çdo moment, jo vetëm për shkak të krijimit të rrethanave krejtësisht të reja, por dhe për faktin e pakundërshtueshëm se 4 nga dëshmitarët kyç të këtij procesi nuk kanë dëshmuar kurrë para gjykatës. Dëshmia e tyre është prova e re që do të lejonte prokurorisë të riniste hetimet, edhe njëkohësisht të vërtetonte plotësisht të vërtetën. Por cilët janë dëshmitarët që mund të nxirrin në dritë të diellit të vërtetën e mbrëmjes me shi të 12 shtatorit 98? Unë sot jam gjyqtar dhe di të gjykoj shumë mirë në lidhje me çështjen e Azemit. Aty nuk janë marrë shumë prova, shumë fakte, nuk janë sqaruar saktësisht. Edhe kolegët e mi kanë qenë të detyruar nga politika në atë kohë. Dhe sot kur bëjmë diskutime në lidhje me çështjen e Azemit, edhe ato vetë janë koshient, kolegët e mi të shtytur nga opinionet ndërkombëtar, të shtytur nga politika asaj kohe në ato momente, kanë bërë një zgjedhje momentale. Çështja e Azemit nuk është zgjedhur. Sepse të shohim që nga mënyra e dhënies motivacionit të çështjes, ajo është e papranueshme, kur Azemi nuk është vrarë për arsye familjare, por është vrarë për arsye politike. Gjithkush e di, edhe kalamajt 5 vjeç e din atë punë. Vetë i jepet motivacioni politik. I pari është ish-presidenti dhe ish-kryeministri i vendit, Sali Berisha. Ai është një ndër personat e fundit që ka takuar Azem Hajdarin para se ai të dilte nga selia e PD-s dhe të binte viktime plumbave të lëshuar nga Fatmir Haklaj. Berisha, në cilësinë e shefit të opozitës në atë kohë, u njoftua i pari nga disa dëshmitarë okular se çfarë kishte ngjarë. Kush kishte qelluar mbi Azem Hajdarin? Kush ishin vrasësit dhe mjetet e përdorura prej tyre? Vetëm 30 minuta pas vrasjes, shefi i opozitës Sali Berisha doli në një konferencë shtypi. Ai akuzoi strukturat shtetërore edhe drejt për drejt me emër shefin e rendit të komisariatit të Tropojës, Jaho Salihi. Demokratët shqiptarët, për të gjithë shqiptarët, simbolit e përpjekjes madhe të rinisë shqiptare për liri, për dinjitet, për integrim në Europë. Zemrat e miliona shqiptarëve të tjerë në Europë dhe në botë, që ndjeshin të fyrë të lënduar nga diktatura e egër, satanike dhe qëtërzore, në të cilën ndodhe i vendi tyre. Zemrat e tyre bufuar me gëzim dhe krenari, kur ky student i vitit të 3 fakultetit drejtësisë u përlesh me diktaturën, me të egër, dhe triumfoi. Triumfoi sepse triumfoi trimëria e popullit të tij, triumfuan aspiratat e popullit të tij, triumfuan idealet e lirisë. Padyshim një nga detajet që ai e njeh më mirë se askush tjetër është dëshmia e truprojës së Azem Hajdarit, Zenel Neza, që i mbijetoi atentatit. Vetë Zoti deshi që Neza t'u shpëtonte plumbave të ekzekutorëve të Azem Hajdarit. Fakti që ai ishte nga e njëjta krahin me vrasësit, dhe ata mund ta kenë njohur, është thjesht një detaj që e ka ndihmuar, por kjo nuk i justifikon as pak plumbat e shumt që ai mori në trup. Emisioni Xhungël paraqet pamjet e truprojës së deputetit Hajdari, Zenel Neza, duke luftuar me vdekje në spitalin ushtarak pak orë pas atentatit tragjik. Neza ishte një nga njerëzit më besnik të Hajdarit, i njohur më shumë për zgjuarsinë e tij sesa për aftësitë ushtarake. Truproja e Hajdarit nuk dëshmoi kurrë drejt për drejt para grupit special të prokurorëve të dosjes Hajdari. Kjo për shkak të pasigurisë për jetën e tij dhe për mungesën e besimit para një prokurorie që në atë kohë dukej se ishte qartësisht e politizuar. Dëshmia e thatë e Zenel Nezës, e dërguar me letër porosi nga Belgjika, vendi ku ai jetoi si azilant politik për procesin Hajdari, ishte më tepër një veprim për të kaluar radhën. Neza nuk mund të përgjigje nga Belgjika qindra pyetjeve direkte të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe të panderurve të procesit.
Me këto pamje Neza shfaqet në nënkujdesin mjekësor, në përpjekje për t'i shpëtuar vdekjes, si njeriu kyç që ishte ndodhur ballë për ballë me vrasësit. Ai kishte parë fytyrat e tyre, kishte dëgjuar fjalët e tyre, kishte provuar mbi trupin e tij plumbat e tyre. Askush më mirë dhe më saktë se ai nuk mund të tregojë skenën e krimit aq shumë të komentuar dhe të dyshuar. Ne disponojmë të gjitha provët e vrasjes qeveritare të Azem Hajdarit. Zoti Mineralli do të thojë diçka më tepër. Ne jemi mbledhur si kryesi, kemi një situatë tepër kritike. Kërkesa jonë ultimative është dorëheqja brenda 24 ore e qeverisë Fatosnanës. Kushti më themelor, kushti i të gjitha kushteve, do të njohë me disa dhëna tjera. Do të marrë në Korenë. Është krijuar një komision varrimi. Nesër do ta varrosim. Zotin Hajdari dhe Besimin, i cili ka qenë një djalë i shkëlqyer, një trim, si asë një njëri sakrifisë eksterne, prapë më duhet t'ja u përsëris. Sepse jam t'u them të vërtetën. Do të majtë në gjithë jetën, si nga gjërat më të shkurta, kur ai deklaroi këshillit kombëtar. Kur ai deklaroi këshillit kombëtar se për rrugë zotëri, unë frymëzohem nga patiguarët e mi, të cilët janë njerëz të sakrificave të jashtëzakonshme, të cilët janë të vendosur për çdo sakrificë vetëm për hir të demokracisë, dhe jetojnë në kushte dhe rrethana shumë herë të vështira se mia. Gjatë kohës që Neza qëndroi në spitalin ushtarak të afërm të tij dhe militant të PD-s, u kujdesin që t'i siguronin jetën, njëkohësisht pengonin marrjen e dëshmisë së tij nga prokurorët. Lideri i opozitës Ali Berisha duket në pamje brenda ambienteve të spitalit ushtarak, i shoqëruar nga vartës dhe këshilltarët e tij. Berisha nuk e fshesh shqetësimin për jetën e dëshmitarit mbijetuar. Ai kërkon me insistim nga njëri prej deputetëve të PD-s në atë kohë, që të vijë urgjent në spitalin ushtarak me një diktofon gazetarësh për të regjistruar dëshminë e Zenel Nezës. Pak minuta më vonë, Berisha dhe një nga personalitetet më të njohura të medias duke regjistruar me diktofon dëshminë e Zenel Nezës tek shtrati i tij, pavarësisht plagëve të rënda që ai kishte marrë. Askush nuk e di me saktësi se çfarë ka dëshmuar Neza për shefin e opozitës asaj kohe. Kaseta që regjistroi dëshminë e tij vetëm pak orë pasi ishte vrarë Azem Hajdari, nuk u vu kurrë në dispozicion të grupit hetimor. Kjo dëshmi dhe kjo kasetë regjistruar nga dora e shefit të opozitës Ali Berisha mjaftojnë për të qenë prova e re që do të vinte me shpatulla pas murit prokurorin, në mënyrë që ajo të hapte edhe një herë nga fillimi hetimin për vrasjen e shekullit. Demokratike ka të qartë gjithë skenarin e përgatitur për këtë vrasje makabre, të organizuar nga kreu i shtetit dhe nga mafia që është në krye të shtetit sot shqiptar. Partia Demokratike disponon të dhëna të pakontestueshme që autorët e vrasjes, ata që zbrazën plumbat mbi trupin e Azem Hajdarit,
kanë udhëtuar gjithë natën në drejtim të Tropojës dhe në orën 8:15 janë përgëzuar nga shefat e tyre për realizimin e masakrës Nga shefat në Tiranë. Për realizimin e masakrës, për realizimin e kësaj vrasje makabre. Kam marrë mundimet e nënës, për gëzimin e funksionarës, nëpërmjet një situaci. Zëdhënësi i kryeministit shqiptar i dërgoi urimet vrasësve për veprën e tyre makabre, për realizimin deri në fund të skenarit tyre, të cilën nuk arritën ta bënin në 3 dhe 4 atentate të tjera dhe arritën ta bënin në brëm. Pak ditë më vonë, Tropojani Zenel Neza u nis për të kuruar në një spital specializuar në Turqi, pasi mori veten krejtësisht nga plagët e plumbave të 12 shtatorit. Zenel Neza nuk e shkeli më kurrë Shqipërinë. Nëse ai kthej në dheun e tij, në çdo moment mund përfundonte i bërë shosh nga breshëri plumbash që kishin ekzekutuar shefin e tij Azem Hajdari. Mënyra se si rrodhen më vonë ngjarjet dhe vrasjet e njëpasnjëshme që pasuan dëshmitarët e vrasjes së shekullit, i dhanë plotësisht të drejtë vendimit të Zenel Nezës për të shkuar në Belgjik dhe për të përfituar statusin e azilantit politik. Shqiptarve. Por sot ai është më shumë se kur në jetën e tij. Shpirti kur ajo son. Sot ai është më shumë se kur në jetën e tij. Kushtrimi i shpirtit tonë. Sot ai është më shumë se kur demokrat. Le të nderojmë ne Hajdarin, të pavdekshmin, heroftirisë të pluralizmit, me një fund kur ajo son. Shqipëria ti të do, o Azem, o hero, gjithë Shqipëria ti të do, o Azem, o hero, gjithë Shqipëria. Largon si kryeministre. Merim në shëmtur dhe vdekjen të sigur. Demokrat, edhe njerë ju them, sot do t'jemi me krenar se kur me herojt tonë, sot do t'jemi me krenar se kur, me kurajo se kur. Ta nderojmë atë Tavarrosi, së bashku me rojen e tij, të cilën e kishte si vlla.